Në një atmosferë festive dhe mbushur me ngazëllim, u hap ekspozita e pikturave, të zjahëve dhe punimeve me gur, realizuar nga fëmijët e kopshteve të qarkut të Fierit. Aktiviteti u zhvillua pranë Galerisë Vilson Kilica, një vend që u mbush me krijimtarinë dhe talentin e vogëlueshve. Fëmijët, edukatorët, prindrit dhe gjyshërit u bashkuan për të krijuar një moment të paharrueshëm për qytetin e Fierit. Televizionit Blu dhe televizionit Apollon, jemi parkun pranë qytetit të Fierit, pranë Galerisë Vilson Kilica, dhe këtu po zhvillohet një ngjarje ideje të veçantë. Fëmijët nga të gjitha kopshtet e qytetit të Fierit janë mbledhur këtu për të treguar ekspozitat dhe pikturat e tyre në një shfaqje spektakolare që ka përfshirë fëmijë, prindër dhe edukator, duke na ofruar një ansambël të veçantë për qytetin e Fierit. Këtu nuk ka pasur vetëm ekspozim pikturash, apo edhe punime të tjera, siç ishte një punim prej 8.000 gurësh i Apollonisë së Lashtë, por ka pasur edhe dramaturgji të cilat japin mesazhe pro jetës, pro fëmijëve dhe pro paqes. Nga unë Sen Mataj, për TV Apollon dhe Blu Televizion, ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe ju uroj të ndjekim atë që ne përgatitëm lidhur me këtë lajm. Në këtë ekspozit, fëmijët u mblodhën të udhëhequr nga edukatorët e tyre për të shpalosur aftësitë dhe talentin që ata kanë zhvilluar gjatë vitit. Drejtoresha dhe edukatorët theksuan rëndësinë e mbështetjes që ata japin për zhvillimin e krijimtarisë tek fëmijët dhe si kjo ekspozit është një mundësi e shkëlqyer për të shpërfaqur talentet e tyre të pazbuluara. Ekspozita e sotme kemi për qëllim art dhe zeje, kulturën e vendit tonë. Tu jemi tek panairi i këtyre projekteve të këtij kopshti, të shkollës Jani Bakalli, kopshtit 1 vjet. Punimet e fëmijëve fillojnë me të drejtat e fëmijëve, globis, eduart e fëmijëve që jemi fëmijë të gjithë njësoj, kemi punim tjetër një emër, kemi hartën e Shqipërisë, kemi globin, dhe punime të tjera që pasojnë nga vetë fëmijët. Gjyshërit dhe prindërit nuk mundën të qëndronin indiferent dhe morën pjesë me krenari në shijimin e veprave të talenteve të vegjël të qytetit. Ata shprehën kënaqësinë e tyre për këtë aktivitet dhe shprehën mbështetje të plotë për çdo iniciativë të tillë. Desim vim nga kopshti Levani. Duam të përshëndesim në mënyrë të veçantë edukatorët e kopshtit të Levanit, pasi jemi shumë të kënaqur me edukimin e fëmijëve. Fëmijët tanë, siç e shikoni, kanë pikturuar dhe dizatuar të gjithë vletët për një punë të shkëlqyer për këta nipër dhe mbesa tona, duke u përkushtuar me vëmendje të jashtëzakonshme. Fëmijët nga ana e tyre nuk e fshehën ngazëllimin e tyre dhe treguan shumë entuziazëm për të ekspozuar pikturat dhe veprat e tjera që kishin krijuar. Ata gjithashtu nuk nguruan të luanin disa pjesë të vogla dramaturgjike për të përcjellë mesazhin e ri për të rritjes dhe të lidhjes me natyrën dhe diellin. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ekspoziti ishte jo vetëm një mundësi për të promovuar artin e fëmijëve të Fierit, por edhe një fest për komunitetin që tregoi mbështetje dhe dashuri për pasionet e rinisë. Në këtë ngjarje, qyteti i Fierit shfaqi angazhimin e tij për të mbështetur zhvillimin e talenteve të rinj dhe për të ofruar mundësi për të shprehur kreativitetin e fëmijëve.